Spektakli i fundit i Ferma VIP ka ndezur një debat të fortë jo vetëm në studio, por edhe në rrjetet sociale. Shkak është bërë një aludim i ngritur në studio nga moderatori Arbana Osmani, e cila hodhi dyshime përmes një klipi se shkrimtarja 63 vjeçare Mimoza Ahmeti mund të ketë pasur një pëlqim për te emisis për radionin, djaloshin e ri që u eliminua pak ditë më parë. Ky diskutim u thellua akoma më shumë, kur edhe paneli opinionistëve ju bashkua këtij mendimi duke analizuar dhe kthyer raportin e tyre në qendër të vëmendjes. Megjithatë, kjo qasje e emisionit nuk është pritur as pak mirë jashtë, duke sjellë reagime të ashpra kundër këtij trillimi. Një nga reagimet më të forta dhe më të drejtë për drejta ka ardhur nga Jetmir Sala, i fituesi Big Brother 3 dhe ish banori Big Brother VIP Albania 3. Përmes disa postimeve në llogarinë e tij në Instagram, Jetmiri ka shpërthyer në kritika të ashpra ndaj Arbanës dhe opinionistëve, duke i dalë në mbrojtje shkrimtares. Në postimin e parë, krahas pamjeve nga spektakli ku po diskutoi kjo temë, Jetmiri shkruan i revoltuar: "Një turm ignorantësh që ndërtojnë, trillojnë, japin definicione, madje të vetkënaqur që zbuluan se si një 63 vjeçare dashuroi një djalë të ri." Reagimi i tij nuk është ndalur me kaq. Për të lartësuar figurën e Mozës dhe natyrën e saj të lirë, Jetmiri ka ndarë një tjetër foto bardhëzi të poetes teksa pi cigare, duke i dhënë një mesazh të qartë atyre që përpiqen ta kolonizojnë. Kush përkufizon lirinë është i burgosur. Moza me lirinë e vet komplekson burra, gra, analista, opinionista e kryeministra. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.